Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Ja se çfarë ndodh tensioni, diabeti dhe zemrës nëse konsumoni një thelbi hudhër çdo mbrëmje. Hudhra është një nga bimët e jashtëzakonshme që ka veti antifungale, parandalon të ftohtin, arteriosklerozën dhe problemet të veshkave, forcon kapilarët e gjakut, i bën mirë shëndetit të zemrës dhe gjithashtu ul nivelet e larta të tensionit, që në mjekësinë kineze hudhra përdorej për trajtime të ndryshme të shëndetit. Në mëngjes ose në mbrëmje, konsumi i hudhrës mund të japë një sër përfitimesh. Hudhra ka qenë një aleat e njerëzimit kundër shumës sëmundjeve. Ajo ndihmon në mbarvajtjen e funksioneve të shëndetit të zemrës. Në këtë video, sipas deltit të saj, do të rëndisim përfitimet kryesore që do të merrni nga ky produkt ushqyes. Ju ftojmë të dëgjoni videon deri në fund për të kuptuar të gjitha vlerat e saj për shëndetin tuaj. Hudhra pakson gjasat e shfaqjes së problemeve dhe lufton edhe infeksionet. Vlerat më të mira hudhra i ofron nëse e konsumoni atë të gjallë, sepse gatimi tjetërson të gjithë përbërësit mirëbërës të kësaj barishtaje. Koha më e mirë për të ngrënë hudhër varet gjithmonë edhe në bazë të aktiviteteve tuaja. Ekspertët thonë se koha më e mirë për ta konsumuar atë është përpara se të flini, ose herët në mëngjes kur bakteriet në stomak janë më të ndjeshme dhe më të brishta. Por çfarë ndodh me organizmin tuaj nëse hani hudhër në mbrëmje? Përfitimet e konsumit të hudhrës në mbrëmje do t'i listojmë në këtë video. Nëse edhe ju jeni konsumator të saj, ju ftojmë të dëgjoni këtë video deri në fund. Hudhra shërben si një detoksifikues për mëlçin. Hudhra mund të shtypet dhe më pas të konsumohet në mbrëmje. Kështu ajo do të çlirojë enzimat që luftojnë në qelizat e dëmshme, toksinat dhe bakteriet. Sulfurit e hudhra do të punojë për pastrimin e mëlçisë nga toksinat dhe nga metalet e rënda. Hudhra cilësohet si antibiotiku i natës. Nëse konsumoni 1 ose 2 thelbi hudhër të ngrirë në mbrëmje, do të forconi sistemin imunitar, dhe ajo do të jetë në gjendje të luftojë të ftohtin dhe gripin. Për më tepër, hudhra gjatë natës do të pastrojë mushkëritë nga sekrecionet dhe do të jetë një aleat i shëndetit tuaj, sidomos gjatë periudhës së virozave. Hudhra do të shërbejë si një element ushqyes për shëndetin e lëkurës. Duke ngrënë një thelbi hudhër përpara gjumit, do të stimuloni rigjenerimin e qelizave të lëkurës. Ekspertët thonë se hudhra do të luftojë bakteriet që shkaktojnë akne, do ta mbajë lëkurën tuaj më të pastër dhe sipas ekspertëve, ajo është një alternativë shumë e mirë për personat të cilët vuajnë vazhdimisht nga aknet e fytyrës. Kolesteroli juaj do të jetë më i ulët fal konsumit të hudhrës. Hudhra e mban zemrën e shëndetshme, ul kolesterolin dhe gjithashtu mban larg sëmundjet e tij. Ngrënia e 1 ose 2 thelbi hudhër në mbrëmje mban kolesterolin në nivele të mira dhe përmirëson pastrimin e enëve të gjakut. Hudhra është një aleat i mirë edhe për shëndetin e kyçeve. Konsumi i hudhrës në mbrëmje i bën mirë kyçeve të prekura nga artriti, sepse ajo lufton inflamacionin dhe zbutë dhimbjet. Hudhra nuk duhet të konsumohet në mbrëmje nëse vuani nga ulçrat ose tensioni i ulët. Siç e dini, hudhra është një aleat i mirë i personave të cilët vuajnë nga tensioni i lartë. Nëse vazhdimisht të vuani nga tensioni i lartë i gjakut, përfshiheni hudhrën në dietën tuaj. Duke konsumuar 1 ose 2 thelbi hudhër çdo ditë, do ta keni më të lehtë të mbani nën kontroll problemet e hipertensionit. Ne themi se hudhra është antibiotiku më i fuqishëm natyror, por çfarë do të thotë kjo për shëndetin? Hudhra përmban alicin, e cila çlirohet kur konsumohet. Alicina vret lloje të ndryshme të bakterieve, ku ka efekte antiseptike, pengon riprodhimin e mikroorganizmave, por edhe shkatron në temperaturë të lartë, çka do të thotë se është më e shëndetshme të konsumohet hudhra e freskët e pa trajtuar në mënyrë termike. Ja çfarë ndodh trupit tuaj nëse hani hudhër çdo ditë. Do të mbroni sistemin tuaj kardiovaskular. Një thelbi hudhër në ditë mund të forcojë enët e gjakut, të stimulojë qarkullimin e gjakut dhe të përmirësojë edhe përqindjen e kolesterolit në trup, çka do të jetë një aleat i mirë për shëndetin e zemrës. Sipas kërkimeve shkencore, hudhra ul nivelin e sheqerit në gjak me 25%, citon delti i saj. Ajo forcon imunitetin, neutralizon radikalet e lira dhe toksinat që dëmtojnë organizmin, stimulon prodhimin e lëngut gastrik, rregullon funksionet e pankreasit dhe përmirëson oreksin.
lufton me sukses parazitet në trupin e njeriut. Mund të ngadalësojë procesin e depozitimit të kriprave, rikthen edhe kërcin dhe indet e kyçeve dhe shërben si parandalues për osteoporozën. Është jashtëzakonisht e pasur me antioksidant, flavonoide, vitamina të grupit B dhe acide që janë në gjendje të rigjenerojnë lëkurën. Do t'i jap asaj elasticitet dhe lufton shfaqjen e akneve dhe të rrullave. Nutricionistët besojnë se futja e hudhrës në dietën tuaj mund të ofrojë edhe një reduktim të peshës së tepërt. Ajo është një alternativë shumë e çmuar për të konsumuar vazhdimisht në dietën tuaj. Konsumi të paktën një thelpi hudhër çdo ditë do të jetë një aleat i mirë për shëndetin dhe për mbrojtjen e organizmit tuaj në tërësi. Ekspertët e cilësojnë hudhrën si një nga aleatët më të çmuar për mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, nëse doni që të përfitoni më shumë nga ky ushqim, shtoheni atë në dietën tuaj, gjithmonë brenda dozave të lejuara dhe gjithmonë pa e tepruar me konsumin e përditshëm. 1 deri në 2 thelpi hudhër janë më se të mjaftueshme për të marrë këto përfitime, të cilat do t'i rendisim në këtë video. Hudhra ka aftësi shëruese dhe avantazhe shëndetësore të mrekullueshme. Për më tepër, hudhra ofron një sër elementësh që janë jetik për shëndetin e përgjithshëm. Për shkak të përfitimeve ushqyese që ajo mbark, ajo mund të përmbajë gjithashtu edhe element ushqyes me përfitime të larta shëndetësore. Përparësitë shëndetësore të hudhrës shtrihen në dëndësinë e kockave, në qetësimin e inflamacionit dhe infeksioneve, në shëndetin e lëkurës, në parandalimin e radikaleve të lira në zona të ndryshme të trupit. Ekspertët rendisin përfitimet e panumërta të konsumit të paktën 1 thelpi hudhër në ditë. Për ata, megjithatë, ajo duhet të ketë edhe limitin e saj, për të pasur në këtë mënyrë edhe pritshmëritë nga përfitimet. Sipas ekspertëve, 1 thelpi hudhër i papërpunuar në ditë mund të konsumohet edhe vazhdimisht në dietën tuaj. Në të njëjtën kohë, thelpinë e hudhrës duhet të coptëzohen dhe të shtypen dhe të lihen ashtu për 10 minuta përpara konsumit, në mënyrë që të çlirojnë edhe alicinën. Nëse hudhra ekspozohet ndaj nxehtësisë, formimi i alicinës ndalohet rreptësisht. Për të përfituar nga formimi maksimal i alicinës, duhet të prisni 10 minuta pasi të keni grirë hudhrën. Sipas një studimi të vitit 2018, hudhra e zgjerë përmban 16% më pak alicinë se hudhra e papërpunuar dhe 30% më pak alicinë se hudhra e pjekur. Është një substancë efektive që ndihmon në mbrojtjen e trupit nga infeksionet, falë veçorive të saj antimikrobike për mbrojtjen e shëndetit kardiovaskular, për shkak të presionit të gjakut dhe uljes së efekteve të kolesterolit të keq, për mbrojtjen nga formimi i radikaleve të lira, për mbrojtjen e trurit nga stresi oksidues. Hudhra është një përbërës i zakonshëm në kuzhinë. Aq shumë receta nga kuzhina gjithmonë fillojnë me fërgimin e hudhrës në vaj, por mjafton vetëm aroma dhe ushqimi juaj do të marrë një shije tjetër. Pra, përfshirja e hudhrës në dietën tuaj sigurisht që do të luajë një rol pozitiv për mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e një sër komplikacioneve. Hudhra mund të cilësohet si një ollues shumë i mirë i gjakut. Gjaku i njeriut mund të trashet më shumë gjatë verës kur trupi humbet nëpërmjet djersitjes ujin, dhe njerëzit duhet të pinë më shumë ujë që të hidratohen. Hudhra njihet si një ndër perimet më të mira për ollimin e gjakut, madje shmange edhe trompozat, sipas një saj. Vitamina C që gjendet te hudhra do t'jap shumë përparësi shëndetit tuaj. Gjatë verës, njeriu duhet të ketë proteinë në marrjen e vitaminës C si nëpërmjet ushqimit, ashtu edhe nëpërmjet suplementeve. Lëkura ka më shumë nevojë për këtë vitaminë sepse është gjatë gjithë kohës ekspozuar ndaj rrezeve të dëmshme ultraviollës. Një racion prej 28 gram hudhër ofron plot 15% të dozës rekomanduar ditore të kësaj vitamine të rëndësishme. Ekspertët këshillojnë të mos e konsumoni hudhrën nëse vuani nga tensioni i ulët i gjakut dhe gjithashtu nëse vuani edhe nga ulçra. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.